Të vazhdoj Ferid? Po. Okej. Vazhdo ma se vesh anë si gjohën. Po. Ndodhemi në lagjen Dudas në Shkodër, një nga lagjet më të vjetra të këtij qyteti. Jemi këtu për të vizituar banesat e Xhevdet Llujës dhe Hamit Llujës që mbajnë statusi si monument kulture i kategorisë së parë. Në fakt, këto banesa sot rrezikojnë që ta humbasin këtë status për shkak të disa problematikave që po njihemi tani me to. Na kena rreth vitit 1700 në këtë lagje, bashkë me shumë familje tjera, që kanë filluar me bërë lagjen për herë të parë, dhe këtu na i instalu brez pas brezi. Banesa është e Abdylit, gjyshit tëm, e Argjbabs tëm, Kasamit, edhe Tajipit. Këtu kanë dy. Njënin on kënej kanaj Abdyli, tjetërin kanaj fëmijët e Abdylit edhe fëmijët e Tajipit, Xhevdeti. Me vdekjen e Abdylit dhe të Tajipit, banesa është trashëguar tek Hamiti dhe tek Xhevdeti. Tek Hamiti dhe Xhevdeti. Këtu ne aktualisht ndodhemi tek banesa e? Banesa Hamitit. Në emrin të Hamitit është pall, edhe monument kulturë 77, në emrin Xhevdetit është pall, edhe në 77 në ajo ana tjetër. Pra, për ta bërë të qartë, bëhet fjalë për dy banesa, e Hamit dhe Xhevdet Llujës, të cilat gëzojnë statusin monument kulture i kategorisë së parë, që prej 8 janarit të vitit 1977, shtëpit mbi 300 vjeçare ndodhen në të njëjtin kulm, dhe sot njëra prej tyre është e rënuar, ndërsa tjetra, pavarësisht mirëmbajtjeve të vetë pronarëve, nuk është në kushte të mira, aq sa mund të kthehet edhe në një rrezik për personat që jetojnë aty. Me sa shikojnë të paktën me sy të lirë nga pjesa jashtme e banesave, banesa e Xhevdet Llujës duket se është e rënuar e pa mirëmbajtur, ndërsa banesa këtu ku besoj banoni juve aktualisht është e mirëmbajtur. Po, jena mundu me mirëmbajtje, kena në të monumentet të kulturës, kurse aja ka fillu të degradu vetë. Edhe pse është nërhyri herë mirë i paru pak shatin, nuk ka rritë më ba e plot. Në vitin 2017, ajo ka pësu sinjalet e para si ka lanë se është deri degradimit. Aja në 2021 ka marrë goditjet për fillimtare. Banesa e familjes Lluja, në një pjesë të së cilës jeton sot Feridi, shquhet për disa vlera të veçanta. Kjo i përket arkitekturës popullore, banesave që kanë qenë me çardak, edhe me dhoma bukura të nejt, me oxhak dekorativ, me minere, me trapazane, me musandra. Përveç këtyre kanë pas edhe elemente tjera, shtëpia gjithmonë ka pas kullën e parit, sepse kanë kryer edhe prodhimin natyrë, pusin dekorativ. Është në shtëpiat më me vlerë që ka pas Shkodra, cilin kanë pas fat ta restauroj në fund viteve 80. Bazuar në dokumentat e kohës, familja merrej me tregti dritrash, lëkure, prodhime cigaresh, kenkaleri, parfumeri, brenda dhe jashtë vendit. Për këto fakte i përkasin të shkuarës, sepse ajo çfarë kanë trashëguar pinjollët e kësaj familjeje është vetëm kjo banesë, monument kulture, e cila po degradon dita ditës, duke rrezikuar edhe pjesën për të cilën kujdeset Feridi. Duke qenë se banesa e Xhevdet Llujës është tashmë rënuar, çfarë problematika është ka sjellë ndërkohë tek banesa juaj, sepse këto janë shtëpi që janë në një kulm të dyja apo jo? Duke rarë çati janë, duke u shkatëruar ai, ka të bëjë tërheqjen edhe të banesës tjetër, ka hapësinen ku rreshjet futen, gjithashtu edhe infeksionet që janë kriju nga dëmtimet, nga kalbëzimet, nga myqet. Para 19-s janë vendosur restaurime të pjesshme. Mas 19-s a bën një nërhyrje, gjithmonë pa pas fuqinë punëtore, pa pas nga shteti vetëm me një simbolik si të gjitha tjerat i kena hekna si familje, duke e restauruar majtë këtë gjanë e këtë. Por gjanë tjetër nuk ka bërë. Në cila institucione keni shkuar, ju sheni interesuar dhe keni drejtuar ankesat? Të dërë këtë, këtë shku përgjigjen që mi kanë ata njerëz si s'kuptojnë. Pse, çfarë thonë? Zyna këtë, ja po ta përna thët, ai kushon ta, aty ka një ligj, unë që thet ligji. Pavarësisht se Feridi është përpjekur me forcat e tij që të kujdeset për shtëpinë, nuk ka arritur të sfidoj kohën që ka bërë punën e saj me këto banesa, sepse dëmtimet janë të mëdha, ndërsa ndihma nga shteti inekzistente. Tu jemi në pjesën hyrëse të shtëpisë. Shikojmë që këtu ka një plasëritje të murit. Ka nga largështira që gjithë këto dokumenta për shembull, ka shumë gjëra dëmtuar që më janë dëmtuar ku i po ditun në Bardhova. S'kam ditë, ka ujë aty, s'kam ditë. Gjitha kjo vjen prej dëmtimit të anës tjetër se është vetë se vetëm specialistët mund ta shpjegojnë këtu. Ka dy gjëra, ka edhe largështirën, po edhe si krijon mykun. Ka është ka vënë
që si unë të të në këtë formë. Ala me dhomet. Aja është kërë si dhomat e nëllë. A shëmë si kardë. Shkepet, e në shkepet. Që shko pikturë shumë. Pikërisht kjo dhomë, me tavanin e gdhendur dhe pikturat murale, është një nga elementet që i ka dhënë statusin monument kulture kësaj banese. Unë i kam vënë ndjeni me të në gjënat. A dhe i kam thonë në hek statusin se e ka disun tavanin. Ata janë tavanin si që kena bon sot na. Se të kishim bon sot bela kishin nga një vje më të forta. Po edhe me ndosh me hek, unë diqa se ashtë dëmtu më atje, unë kam frikë se më bjen këtë tavanin me rëndë. Por dënë specialistin, dënë mos e kushta është në gjendje me restauru. Por kjo që pat ishte vetëm një pjesë e banesës së madhe të familjes Luja, sepse ana tjetër, që mban emrin e Xhevdet Lujës, është në gjendje të tmerrshme. Kati përdhej i saj është shkatruar i gjithë, ndërsa pjesa e lartë mbahet në këmbë me shumë vështirësi. Të vazhdoj, Farid? Po. Okej. Vazhdo ma se vesh anë si gjohën. Po. Kjo ishte situata për tyrë në banesën e Xhevdet Lujës, ndërkohë këtu jemi në një nga dhomat që ende nuk është rënuar, por siç shihet nuk është asnjë në gjendje të mirë. Mund të jetë drejt rënimit dhe kjo. Drejt rënimit plot. Për çfarë ka shërbyer kjo dhomë? Këtë familje kanë vllaznia, gjithsecili prej familjarëve, që ka familje, ka pas një dhomë tillë shkollanes, te kjo shtëpi ka pas 3 dhoma tilla. Çfarë janë këto piktura? Dhe këto janë piktura që janë bërë nga koha kur është ndërtuar kjo banesë? Këto kur restauru shtëpia për herë dytë. Rreth çfarë viti mund të jetë? Ta mund të kenë rreth vitin 1900. Ka pas dhomën e dimnit, ka pas akshihanin ose kuzhinën, si i thohet sot. Ka pas çardakun, ka pas dhomën e qoshkut, si ka nej i zoti shtëpisë për me pa edhe derën e aborrit, ka pas kullën e sans, jashta shtëpisë, ka pas edhe qoshkun e grave, ku kanë qenis grania. Rreth 48 libra si i disponoj, une si flasin për Shqipërinë, flasin për Shkodrën, ka thanjet edhe për familjen Lujës tonë. Tavani ka y me 8 cepa, ka y me 6 cepa, po t'i syri më shumë si rregulla. Atë mund t'i dinë vetëm ata se merret me kulturë. E kuptoj. Edhe ata mund t'i shpjegojnë. Kjo shtëpi ka kanë bazë për shumë probleme. Për fillu nga shpallja e pavarësisë, rrëfimi i Shkodrës, kongresi i Lushnjës, lufta te kuplikut që kanë kohën e kongresit Lushnjës, në çështën e revolucionit fanolit që më kena quajt grushtetit, që shot herë, si edhe gjyshi em ka kanë internuar në vlon për atë grushtetit. Ka llomë dimnit, a banesë për të jetuar kjo? Edhe te higjiena, myqet, mit, unë jetoj anaj. Ka kalojnë të. Këtu është Mosana, ku janë majteshat, dyshek, ato janë vecet, ka pas hamamin e vetë, si thoni ju, dushit. Por vështirësit nuk ndalen vetëm tek gjendja fizike e këtyre banesave, sepse përpos dëmtimeve në strukturë, problemi më i madh është neglizhenca institucionale. Farid, ti je personi vetëm që kujdesesh aktualisht për të dyja këto banesa që mbajnë statusin si monument kulture? Në kujdesen të gjithë pronarët njësoj. Aktualisht sa bashkëpronar ka në të dyja këto banesa? Këtu ka bashkëpunur, këtu janë atje janë 3, këtu janë 2. Kë nuk ka lidhje. Lidhja e parë është 2 RKT-ja. Për të zgjidhur këtë problem pas ligjit 27/2018, duhet nisin gjithë dokumentat e kësaj banesës me sipërfaqen 2000 metra trull edhe 400 sa metra nërtim, banesë kull në zyrën e regjistrimit pasurisë në Shkodër edhe ku shënohet monument kulture. Në këto kushte, për të shmangur dëmet e mëtejshme, vetë Feridi është detyruar të ndërhy, ndonse jo gjithmonë në përputhje me ligjin. Një kjo qatia ka kene hapun si e pjesë e qatisë ati. Unë këtë e kam myllë për me evitu rreshjet. Sepse rreshjet kalonin brenda në shtëpi ku banon ti aktualisht. Edhe kjo, gjithë ujnët binë poshtë ati. Se hinë për murë ata. Po për këtë rregullimi ke marrë leje apo çfarë? Që ne, e kam bën... E ke bërë vetë? Te kam bërë vetë, edhe policia ka ardhur, e kam dokumentat policisë. Mund kanë çu edhe në gjykat për këto lloj ndërtimesh. Qytetari është para një bllokimit vetë se rregullon dot, drejtoria rajonale nuk e rregullon, atëherë përfundon këtë gjendje siç ka përfunduar. Është një gabim shumë i rëndë. Këta janë objekte unikale, nuk ka shumë si banesa Luja
në Shkodër. Nuk mundet me vu dorë një qytetar mi banesën që është monument kulturës. Duhet ndërhyret me projekte nga Instituti Monument të Kulturës edhe me firmat specializuara. Gjë që fatkeqësisht deri tani nuk ka ndodhur, duke e çuar banesën në këtë gjendje. Kjo pjesë është duke ramen për mos interesim, jo të pronarit, por të drejtorisë, DRKT-s edhe IKTK-s. Unë kam bërë disa takime ta. Dhe çfarë të thonë? Thonë nëse mirë është, nuk e keq. Kjo çfarë na thot zoti Lluja, të kujton indiferencën e autoriteteve në rastin e shtëpisë muze të Luiç Gurakuqit, po në Shkodër, e cila u la qëllimisht të degradonte, deri kur u shem, dhe sot nuk ekziston më, duke shkaktuar një dëm të pakthyeshëm. Në fakt, ligji për trashëgimin kulturore dhe muzet e ka të shkruar qartë se çdo ndërhyrje në pasuritë kulturore të paluajtshme kryhet vetëm pas miratimit nga ana e Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale ose ministrit. Madje edhe në raste të jashtëzakonshme, kur rrezikohet dëmtimi i pasurive kulturore, pronari ose poseduesi i pasurisë kulturore mund të marrë masa urgjente vetëm pasi të njoftojë Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe brenda 48 orëve vë në dispozicion projektin dhe preventivin ose kërkesën për ndërhyrje përfundimtare me qëllim marrjen e lejeve të nevojshme. Në të vërtetë, Feridi ka ndërmarrë të gjitha këto hapa, duke vënë në dispozicion të autoriteteve një dosje të detajuar të ndërhyrjeve për të shpëtuar atë pasuri që është jo vetëm e familjes së tij, por edhe një copës e rëndësishme identitetit kombëtar. Por këto përpjekje, siç thot ai, janë injoruar nga institucionet, gjë që po sipas tij e ka detyruar të shkel ligjin. Dëshira ime me kanë monument kulturë, por nëse shteti dhe me rënë më rënu, si edhe pjesën tjetër të hequr dorë. Alesh më shkatru është fatkeqësi shumë e madhe. Më vjen keq se më thënë sepse me atë kontribut, me ata mjeshtra që kemi pas në atë kohë, e kemi pas restauru pjesën më të madhe të shtëpisë dhe kur e shpash këtë sot më vjen shumë keq. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë në këtë raport jo dhe aq të koordinuar mes pronarëve të banesës dhe Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore? Gjatë viteve në banesën Hamil Llujës është realizuar një ndërhyrje restauruese në vitin 2007, ndërsa në atë të Xhevdet Llujës është bërë ndërhyrje emergjente në vitin 2018 për puntelimin e stresës së qatisë që përbënte rrezik shembjeje. Ndërsa projekti mi restaurim banesës ja bërë në vite. Në 2017, në 2018 dhe në 2024 është projekti total që është miratuar, por që në këtë rast fondi te i kalote atë që mund të ishte fondi i drejtorisë dhe në një farë mënyre një koordinim siç duhet në kohë ndërmjet drejtorisë dhe personave pra pronarëve ka bërë që të mos zbatohet. Fondet gjithmonë nuk do të jenë të mjaftueshme, por kur ti përpiqesh ka sa dush donator, bashkia mundet me financu vetë. Kjo detyra e Drejtorisë Rajonale e Institutit Monumenteve që t'i gjejnë fondet. Ministria e Kulturës, Instituti Monumenteve Kulturës duhet me pas disa prioritete. Herë duhet me financu ata objekte me nxjerr nga emergjenca e zhdukjes. Pastaj restaurohen pjesë dhe pjesë të tjera. Kjo është praktika normale që duhet ndjekur për të shpëtuar nga rënimi këto objekte të trashëgimisë kulturore. Por duket se ndonjëherë edhe vetë autoritetet përballen me pengesa të paparashikueshme që lidhen me pronësinë e këtyre banesave. Dokumenti juridik i pronësisë është në emër të 4 personave, tashmë të ndjerë, çka kërkon përditësim sipas legjislacionit në fuqi. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë për sa i përket regjistrimit të pronave në ASHK. Ky proces është i domosdoshëm për të mundësuar çdo ndërhyrje të mëtejshme që mund bëhet për përfitimin e projekteve të ardhshme. Ndërhyrjet restauruese në të gjitha rastet kërkojnë zgjidhje të qartë pronësie. Prandaj kemi shumë të thjeshtë kur dihet ku pronart, kush janë ose mund të jenë një ose dy persona që i kemi prezent në Shqipëri e tjerë. Kurse kur ka problematika që kemi shumë pronar, ose që nuk jetojnë më ose që janë jashtë, pak a shumë e rishprisojnë. Kjo për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shmangur konflikte të mëvonshme. Nuk ka familje të vjetër shkodrane që s'ka dokument pronësisë. Po edhe sikur të nollin të jetë një objekt pa pronësi ose me shumë pronarë ose me probleme. Monumenti i kulturës i kategorisë parë shteti ndërhyn. Edhe sikur më dun i Zotit ta restauroj. E restaurojnë vetë edhe ata shpenzime që i përkasin shtetit ti vendos bën hipotekë. Kjo që sapo tha arkitekti është e sankcionuar edhe në ligjin e trashëgimisë kulturore, i cili thotë se edhe në rastet kur pronari ose poseduesi i banesës nuk vepron me qëllim shmangjen e dëmtimeve në pasurinë kulturore, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ose institucioni i autorizuar nga ministri ndërhyn për mirëmbajtjen e pasurisë. Por këtë pikë të ligjit Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër duket se e ka harruar në gjithë këto vite. Sidoqoftë, e rëndësishme është se çfarë zgjidhje do të jepet në të ardhmen. Sepse pak javë pasi intervistuam titullaren e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër, ajo u largua nga ky pozicion
dhe sot institucioni drejtohet nga Helidon Sokoli, I cili duket se ka vënë këtë banesë në listën e prioriteteve. Jam në dieni të plot problematikave që shfaqe objekti në fjalë, pavarësisht se ka marrë pozicionin e titullarit të DRTK Shkodër prej pak javësh. Zotin Ferit unë kam ftuar edhe në zyrë. Kemi dakordsuar që ne të nisim një projekt restaurimit të plot të banesës. Unë do ngrej grupin e punës që do inspektojnë objektin sërish në vend, do hartohet një projekt I ri me një preventiv të caktuar, ai do aplikohet më pas në IKTK për të marrë miratimin dhe më pas do jetë në listën prioritare për të zbatuar. Kryesisht pra nëpërmjet ndihmës që mund të na jap në këtë aspekt ministria ose edhe vetë IKTK-ja për vetë faktin që bëhet fjalë për një ndërhyrje që do ketë besoj një preventiv goxha të lartë. Shpresojmë që këtë herë Ministria e Kulturës dhe Instituti Kombëtar I Trashëgimisë Kulturore ta marrin seriozisht këtë situatë. Në të kundërt, shumë shpejt Shkodra do të ketë një objekt historik më pak dhe për këtë dikush duhet të mbaj përgjegjësi. Çdo monument që renovohet që humbet është humbje e një vlere, është humbje e një pjesë të historisë, të humasin shtëpia e Llujeve, të humasin kafja Mallat, të humasin shtëpia Dan Hasanit, të humasin shtëpia Lyç Gorakuqit, po humbet edhe shtëpia e Podopek Sokolit, është shtëpia Pashkovas edhe se prek kërkush. Kjo është një situatë për mua jashtë kontrollit nga Drejtoria Rajonale në drejtimin e kësaj deks monumente kulturës. Ka 30 vite që vendosen njerëz jashtë profesionit tyre që se njohin, që se dinë, që se duan këtë punë.